Përshëndetje, zoti Tahiri. Përshëndetje. Atëherë, të gjithë kemi parë arenën e përleshjeve mes shqiptarëve dhe maqedonasve dhe sot situata është qetësuar. Të gjithë kanë bërë apel për qetësi, por në fakt kush e shkaktoi protestat? Po, incidenti në Kalan e Shkupit është një incident i cili vjen në dimensionin e pasojave nga veprimet e fundit të drejtorisë për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe historike, e cila vazhdon të realizojë një projekt të quajtur Kish Muze, e cila realisht ka provokuar shqiptarët e këtushëm, të cilët kanë reaguar në mënyrë masive ndaj këtij projekti i cili dëshiron të promovoj identitetin dhe kulturën ortodokse në këtë rajon, gjë që ka ndikuar edhe në tensionimin e marrëdhënieve ndëretnike. Incidenti në Kalan e Shkupit ishte një incident i cili pritej me vetë faktin se në të njëjtin vend ishte caktuar takimi i dy grupacioneve të ndryshme, ati Maqedonas dhe ati shqiptar, njëri pro dhe kundër projektit pra të quajtur Kish Muze, i cili përveç që ka impakt ndëretnik, gjithashtu ka impakt të madh edhe në dimensionin ndërfetar, gjë që këtu në Maqedoni reflektohet shumë për shkak se edhe tek maqedonasit, edhe tek shqiptarët ndjenjat fetare janë të theksuara dhe realisht kjo përbën më një problem shqetësues për shoqërinë në Maqedoni. Zoti Tahiri, vendimi për ngritjen e kishës muze pikërisht në Kalan e Shkupit është një vendim qeveritar apo thjesht i institutit atje? Ka paqartësi, ka një lloj konfuzioni sa i përket vendimit për ndërtimin e kishës muze. Realizues dhe projektues i kësaj kishe të quajtur muze është Drejtoria për mbrojtjen dhe trashëgiminë kulturore dhe historike të Maqedonisë, e cila është organ qeveritar. Mirëpo, për projekte të tilla gjithmonë merret edhe vendimi i qeverisë, gjë që sipas drejtorit të kësaj drejtorie, zotit Pasko Kuzman, realizuesi apo ky projekt varet gjithmonë nga qeveria e Maqedonisë, në cilën bëjnë pjesë dy partnerët më të mëdhenj, VMRO DPMN-ja Maqedonase dhe BDI-ja shqiptare, dhe nisur nga ky fakt lëtën nënkuptosh se projekti është në fakt qeveritar, por ka pasur paqartësi sa i përket mënyrës dhe titullit të projektit, se bëhet fjalë për një muze e cila do të reflektojë trashëgimin kulturore dhe historike të Kalas së Shkupit, përfshirë edhe trashëgimin e shqiptarëve, apo do të jetë thjesht një objekt i cili do të jetë kish, gjë që është kundërshtuar nga shqiptarët. Megjithatë kemi partitë politike opozitare të cilat kanë thënë se incidenti në Kalan e Shkupit ishte një skenar i përgatitur nga partnerët e koalicionit qeveritar me qëllimin e vetëm për të fshehur dështimet e qeverisjes së tyre. Sa qëndron kjo tezë? Nuk besoj se është një skenar i përgatitur nga vetë qeveria për shkak se ishte skenar i tmerrshëm i cili mund të kishte shumë pasoja tragjike, ashtu siç filloi incidenti, por besoj që nxitësit e këtij incidenti janë edhe vetë qeveria dhe partia VMRO DPMN, ndërkohë që Bashkimi Demokratik për Integrim, si shumë herë tjera për projekte të këtilla, siç ishte Enciklopedia Maqedonase, projekti Shkupi 2014 apo projekte tjera, vazhdon të jetë në dimensionin e pasojave, pra tenton të menaxhoj situatën lidhur me vendimet të cilat kalojnë në qeveri, dhe kjo flet edhe për inertësinë apo për pafuqinë e subjektit politik shqiptar në qeveri për të imponuar vendimet të cilat do të jenë racionale dhe nuk do të jenë një etnike dhe një fetare, dhe në fakt nuk do të jenë një partijake, në rastin konkret nuk do të jenë vendime të VMRO DPMN. Megjithatë, gjatë incidentit në Kalan e Shkupit ne pam policinë e cila mundohet të shpërndante protestuesit dhe nga ana tjetër zvendës ministrin e Brendshëm, zotin Buçi, që lironte personat e arrestuar. Çfarë do të thotë kjo? Kjo flet për
dishmërinë e policisë Maqedonisë për të menaxhuar incidente të këtij lloji, por njëkohësisht flet edhe për respektimin e së drejtës, përkatësisht respektimin e sistemit ligjor këtu në Maqedoni, me që një skenë e tillë ishte skenë e cila mund të shihej në të gjitha ekranet televizive dhe dëshmon në fakt se sa nuk respektohen ligjet këtu në Maqedoni, përkatësisht se si një zëvendës ministër merr ligjin në duart e veta dhe mundohet ta zbatojë ligjin në praktik vetë, domethënë në rastin konkret, dhe gjithmonë kjo flet për atë që funksionarët e Bashkimit Demokratik për Integrim dje ishin duke menaxhuar pasojat e këtij projekti, e jo nuk ishin duke menaxhuar domethënë situatën ashtu si duhet, me që kjo parti merr pjesë në koalicionin qeveritar, duke me veprime konkrete brenda qeverisë dhe me një racionalitet më të arsyeshëm të veproj në dimensionin domethënë realizimit të projekteve të cilat krijojnë marrëdhënie të relaksuara ndëretnike, jo projekteve të cilat ndajnë shoqërinë maqedonase dhe në shqiptare, ndajnë shoqërinë në muslimane dhe në ortodokse, dhe ndajnë përfundimisht edhe vetë pjesëtarët e qeverisë në përkrahës të një koncepti, një etnik dhe një fetar, siç është koncepti VMRO dhe PMNS, dhe koncepti Bashkimit Demokratik për Integrim, i cili është koncept multietnik, i cili vështirë se realizohet brenda kësaj qeveria, dhe vlen për të theksuar një moment kyç që sot nënkryetaria e BDI-s, zonja Teuta Ariti, qeverinë e partisë së saj, me që ajo është nënkryetare e partisë në pushtet BDI, e ka quajtur pushtet i inkuzicionit apo i asketizmit, i cili prodhon konflikte dhe nuk prodhon dialog dhe bashkëpunim ndëretnik. Zoti Tahiri, unë ju falenderoj për bisedën në ABC News. Ishim me gazetarin dhe analistin nga Shkupi Sefer Tahiri për situatën pas incidentit në Kalan e Shkupit. Ne këtu do të bëjmë një ndërprerje të shkurtër, të nderuar shikues, për të rikthyer pas pak me lajmet.